Anët negative të arkanës 13 në Destiny Matrix. Për gjithë ju që nuk e dini se çfarë është apo çfarë do të thotë kur një arkan është në gjendje negative, keni videon time të postuar në profilin tim në TikTok të bërë pint ku e sqaroj. Atëherë, për gjithë ju që keni arkanën 13 në qendër të grafikut të Destiny Matrix apo në zonën e karakterit të portretit si dhe në pikat kryesore të Destiny Matrix, kur shprehet negativisht, energjia e 13 mund të manifestohet si një agresion i pakontrolluar, si një vazhdësi dhe një ashpërsi ndaj personave të huaj, apo edhe ndaj personave të dashur për gjithë këta që kanë arkanën 13 në zonat kryesore të Destiny Matrix. Individ me këtë arkan të tillë, nga ana negative mund të kenë një gjuhë shumë të mpret dhe shpesh nuk arrin që të dallojnë kur komentet apo shakat e tyre janë të papërshtatshme dhe në këtë mënyrë mund të lëndojnë padashje personat që ata i kanë xhan, por edhe personat të tjerë që nuk përse i kanë xhan, por çrëndsi ka ata lëndohen nga fjalët e tyre. Sepse nuk arrin që të besojnë, si të thuar, se folura e tyre e drejt për drejt nuk është e bukur apo nuk është e dobishme për të tjerët. Ndonjëherë ata sillen në mënyra shumë të guximshme apo të pa filtruara, duke i shqetësuar të tjerët në këtë mënyrë dhe duke humbur miq, klient, të dashur apo dhe shumë mundësi për shkak të kësaj gjëje. Dhe kjo tendencë është më shumë e zakonshme apo vjet më shumë re tek gjinia femërore apo tek gratë. Personat me arkanën e 13 në Destiny Matrix se kanë të vështirë që të përfundojnë një marrëdhënie romantike, të shkëputen prej saj, kur është e qartë që partneriteti ka mbaruar dhe nuk funksionon më dhe tashmë është një barë për të dyja palët, dhe nga ana tjetër kanë një tendencë për të neglizhuar shëndetin e tyre, duke lejuar që shpesh këto problemet e vogla të bëjnë të mëdha, të smadhojnë edhe të përparojnë në një gjendje serioze.